Përshëndetje miq, mirë se erdhët në episodin tjetër të podcastit tonë Flasim si fëmijë. Sot kam kënaqësinë të bisedoj me një zonjë që ka sjellë shumë art, energji dhe buzëqeshje në jetën e shumë fëmijëve. Ajo është koreografe, punon me breza të tërë fëmijësh dhe të rinj. Është lidhur ngushtë me botën e baletit dhe kërcimit dhe ka dhënë një kontribut shumë të madh në jetën artistike e qytetit të Lezhës përmes aktiviteteve, festivaleve dhe shfaqjeve të kërcimit. Kam kënaqësinë të kem me mua sot zonjën Rudina Demalje. Mirë se erdhën në podcastin tim Zëshurdi. Mirë se u gjeta, shkënaqësi për ftesën. Për të filluar, si ka qenë fëmijëria juaj? Mirëja ime ka qenë këtu në qytetin e Lezhës. Unë vi nga një familje intelektuale, babai im ka qenë oficer në kunajror, mami ka qenë ekonomiste tek ushqimoja, ka qenë një fabrikë e madhe këtu në qytetin e Lezhës. Dhe e gjithë fëmijëria ime është afër Pallatit të Kulturës. Aty kam pas shtëpinë, aty kam kaluar gjithë kohën time të fëmijërisë. Ajo ka pëlqyer kërcimi që kur ishit fëmijë? Të thënë të drejtën, jo. Historia ime me baletin është sa e çuditshme, por aq edhe e bukur. Është e rastishme, por unë besoj fort që Zoti më ka sjellë te kjo rrugë, sepse kam thënë që është më e mira për mua. Në fëmijërinë e hershme, unë kam patur shumë dëshirë të bëhesha pilote. Edhe avionat pëlqenin shumë, dhe fluturimi po, vazhdon të pëlqejë edhe tani. Meqense atëherë nuk ishte shkollë për femra që të bëheshin pilote, pra shkolla ishte, por nuk ishte për femra. Atëherë rastësisht kam fituar shkollën e baletit. Pra nuk është se unë e doja, apo e njihja, apo eksploroja këtë gjë. Rastësisht, atë vit që unë kam qenë në klasë të 5, sa e kisha filluar, vjen një grup profesoristësh nga shkolla e baletit Tiranës, vinë te shkolla ku unë studioja këtu në Lezhë, dhe më kanë zgjedhur. Pra, rrugtimi i jetës nuk është i qëllimshëm nga ana ime, por ishte rasti. A mbani mend herën e parë që dolet në skenë? Në skenë, në fakt, kam dalë para se të shkoja në shkollë baletit. Te Qendra Kulturore e Fëmijëve, që është sot shtëpia pionere, siç i thonim neve në aso kohë, bëheshin shumë aktivitete të bukura dhe unë në aso kohë këndoja dhe frekuentoja edhe kursin e pikturës, nga i cili kam mësuar jashtëzakonisht shumë, edhe sot e kësaj dite bëj piktura në telajo, eksploroj dhe e kam si një hobi aty. Kur e kuptuat që baleti do të bëjë një pjesë me të vërtetë e rëndësishme e jetës suaj? Baleti si profesion fillon shumë herët, dhe meqense unë fillova shkollën që 10 vjeç, më desh të largohesha nga shtëpia dhe të jetoja në Tiranë. Fillimisht nuk e shikoja si diçka që nuk është se më ngjiste shumë, por rrugës kuptova që mua më pëlqen të bëja koreografi më shumë se sa të kërceja. Kush ju ka frymëzuar më shumë gjatë rrugtimit tuaj artistik? Duke qenë se po eksploroja në fushën e baletit dhe shkolla e artit është shumë e larmishme, ne kishim edhe lëndë të tjera përveç se baletit. Gjëra që më kanë frymëzuar më shumë ishin pedagogët e mi, që një pjesë e tyre kishte studiuar në Rusi dhe ata sillnin komplet një frym tjetër. Dhe patjetër që arti i baletit është kaq i mrekullueshëm dhe ti në momentin kur ti e jeton atë gjë, kupton që nga ajo nxjerr thesare. Besoj se shumë fëmijë që duan të kërcejnë, duan ta ndjekin këtë ëndër, mendoj që do ta gjeni interesante apo frymëzuese historinë tuaj. Si ishte Lezhë kur ju ishit një fëmijë? Ishte shumë e bukur. Nuk do doja ta ndryshoja si perceptim për ju si brez, por është pak a shumë siç është tani, më e thjeshtë, më e dashur, për paktën po flas për mua, pasi fëmijëria ime rrotullohet, meqense pallatin e kam përballë Pallatit të Kulturës, gjithçka më rrotullohet aty. Unë aty kisha fushën ku ne loznim. Pallati i Kulturës ku unë isha fëmijë po ndërtohej dhe unë i di çdo tunel të 9 dheshëm të Pallatit të Kulturës, e gjithë ndërtimi i atij institucioni ka kaluar para syve të mi duke u ndërtuar. A ka një vend të veçantë që e mban mend që nga ajo kohë? Po ka shumë.
Kalaja ka qenë vendi im i preferuar sepse ne loznim aso kohë me lagje. Lagja Beslidha me lagjen e Gurrave, si qenë emra tani, kanë qenë më përpara. Dhe fëmijët bëheshin me grupe dhe loznin te kalaja kush e pushton kalan. Gjërat veçanta mbaj mend që loznim me baltën e drinit. E punonim dhe bënim lloj lërash apo krijime me ta. Ka qenë eksperiencë shumë e bukur. Nuk mund të lë pa përmendur edhe gjithë lërat që bënim poshtë pallatit si fëmijë. Çfarë të mungon më shumë nga lezha e dikurshme? Për shembull, mua më mungon bliri përpara shpistime, që u pre dhe është pikrisht mu tek trau ku futen makina tani, mu në krahun këtej ka qenë një blir shumë i madh. Edhe është pema ime që kam shumë kujtime, por më ka ikë aroma e sheshit. Ajo jep një aromë të jashtëzakonshme. Përveç se tek ai bliri unë takohesha me bashkëshortin tim. Çfarë ju pëlqen më shumë tek profesioni juaj? Arti është një gjuhë që e bukur që të jep komoditetin, e para njërë të njohësh njerëz, e dyta të shprehesh si artiste, e treta të përjetosh emocione, që është fantastike për dikë, sepse mënyra se si ti merr dhe jep emocione është e papërshkrueshme. Dhe e katërta dhe më e rëndësishme është që në momentin kur ti ke të bësh me fëmijë, do të thotë që aty ke gjithë ngjyrat dhe ti sa jep edhe merr prej tyre. Sa punë dhe përkushtim duhet për të bërë një balerinë? Janë shumë orë pune djerse. Ajo është një disiplinë që don patjetër të heqësh shumë nga vetja. Që do të thotë të kufizosh jetën tënde, të kufizosh ushqimin tënd, të punosh pafund dhe të themi të drejtën, po flas për artin e baletit klasik. Ajo është art që bëhet për elit. Jo kushdo e kupton, jo kushdo e bën, por ama është ajk. Pra është një art që është për një përqindje të vogël të njerëzve që din ta kuptojnë dhe din ta vlerësojnë. Çfarë mësoj fëmijët përveç kërcimit në klasat tuaja? Jam munduar që të kenë shumë zhanre të kërcimit, meqense janë në grup mosha të ndryshme dhe kanë preferenca të ndryshme. Jam munduar që në çdo brez të mund të lë të minimumi 5-6 zhanre të ndryshme, pra të kuptojnë çfarë është të prekin pak baletin klasik, kontemporanen, Elisus Dance për shembull janë fëmijë që e duan shumë. Ajo është çështje kultivimi. Në momentin kur ti fillon të punosh me ta për këtë lloj zhanri, ata e njohin, e prekin, por tani kanë filluar ta pëlqejnë shumë. Patjetër që bëjmë dhe valle popullore, dans latin, hip hop, mundohem të prek që secili të gjej veten. A është e vështirë të punosh me fëmijë të grup moshave të ndryshme? Po sigurisht është sepse ndrysh do sillesh të kesh një sjellje me fëmijë 6 vjeç, ndrysh me 18. Por eksperienca prej 30 vitesh më ka bërë që të kuptoj gjuhën, të ulem me ta, të zbres nga mosha ime që kam, dhe të shkoj dhe të bëhem dhe unë si fëmijë si ata. Cila është gjëja më e bukur që të kanë thënë nxënësit tuaj? Kur shkruajnë letrat e dashurisë, edhe i lënë aty të tavolina. Nuk mund t'i them specifikisht se secili shprehet në mënyrë të ndryshme, por letra e fundit ishte dje, dhe kjo nuk ishte këtu tek Elisus Dance, por ishte tek shkolla e baletit. Është një gocë që ka ardhur nga Amerika dhe e kupton dhe vetë që nuk po e kap dot ritmin e baletit dhe dje doli nga salla dhe më kishte lënë një letër falënderimi që unë e kisha përfshirë në koncertin e shkollës. Dhe mënyra se si jam falënderoj ti besove te unë, më shkruajti. Dhe unë preka shumë fakt. Kjo ishte letra e fundit e djeshme dhe realisht më ka ngacmuar dhe aty kam kuptuar që sa shumë duhet neve të depërtojmë të zemrat e fëmijëve. Sa gjë e bukur është të kuptosh se
Se të tjerë domethënë ndjen shumë mirë në besimin që t'ju jep, në mbështetjen që t'ju jep. Vetë arti i baletit jep shumë vetbesim. Edhe arsyeja që unë shty shumë prindër që të mund të bëjnë që fëmijët të mund të futen në kurse kërcimi, kurse arti, skena vetë, çdo fëmijë jep mundësinë e një rritjeje, e një vetbesimi edhe një vetvlerësimi ndryshe. Është tjetër ta thuash dhe është tjetër ta bësh. Përveç këtij fakti, arti i kërcimit ka edhe punën në grup. Pra ti merr një përgjegjësi, nëse ti e ngatron, prish punën e të tjerëve. Më pëlqen shumë fakti që kur ata punojnë në grup, jap një produkt së bashku. Pra fryma në grup mua më pëlqen shumë. Patjetër që janë edhe këto solot apo individ që dalin, por jo më pëlqen më shumë puna në grup. A ka ndonjë shfaqje që nuk do ta harroni kurrë? Secila është e ndryshme. Nuk di të them. Mbasi mbaron mbyllet njëra, filloj mendojmë për gjën e radhës. Secila është e veçantë, ndryshe nga tjetra. Dhe ti projekton për të ardhmen diçka që këta nuk e kanë bërë. Ti projekton për fëmijët një shkallë më lartë. Ti projekton për ata një emocion më shumë. Edhe qëllimi jonë është që ne t'i rrisim edhe në mënyrën se si ata duhet rrihen artistikisht. Pra rrisim me shkallë, që të kuptojnë që e kanë arritur deri diku. Pra kanë prekur disa shkallë më sa kanë mundur. Pra qëllimi nuk është ata të rrinë linear, thjesht të vinë të argëtohen, paktën për mua, unë kështu e shoh. Dua që ata mos vinë thjesht për të argëtuar, për të kaluar kohën, po dua që kur dalin nga këtu, të kenë një uri të mira për kërcimin, të kenë eksploruar në trupin e tyre dhe të kenë marrë diçka. Mbasi të rriten ata do dinë të kërcejnë dhe do dinë ta kuptojnë, do dinë edhe kur ta shohin kërcimin t'ja kuptojnë gjuhën. Si lindi ideja e grupit Lisus Dance? Kjo është shumë interesante. Do të kthehem prapë te familja ime. Unë ika nga qyteti i Lezhës në moshën 10 vjeç dhe studiova në shkollë deri në klasën 12. Shkolla e baletit është nga 9 vjeçarët dhe gjimnazi janë bashkë. Ti diplomohesh si balerin profesionist dhe pastaj mund të vazhdosh shkollën e lartë. Mbasi mbarova shkollën e mesme, jam kthyer në Lezhë për pushime verore dhe këtu më lindi edhe ideja që grupi ka ekzistuar që para 30 vjetësh. Siç kam Lisus Dance kam pas para 30 vjetësh. Po mbi 70 fëmijë ka qenë grupi. Një pjesë e tyre janë prindër të këtyre fëmijëve që kanë ardhur te unë. Kështu që këtë gjë unë e kam bërë kohë më përpara. Pastaj jeta ime vazhdoi në Tiranë, u martova, linda Gocën, mbarova shkollën e lartë, u stabilizova në shkollën e baletit, aty ku kam studiuar unë jap mësim. Dhe kokën mbrapa e kam kthyer në qytet mbasi prindët e mi jetonin këtu, tashmë në moshë, dhe unë kthehesha çdo fundjavë për t'i parë, për të kujdesur për ta. Dhe shumë veta më ngacmonin që i kam miq të mi, që po këtu, pse nuk e hap këtu, i kemi fëmijët, nuk bëjnë asgjë, të lutem e kështu. Dhe meqense e kisha planifikuar që unë do vija çdo fundjavë për prindërit e mi, thash, okay, pse jo, mund t'i dedikoj 1 orë ose 2 orë fëmijëve. Kështu ka lindur. Pra, të konceptoj edhe njëri hapje të studios, për shkak se unë e kisha edhe një studio në Tiranë. Atëherë kam mbyll studion e Tiranës, i kam lënë kohë vetes, që fundjavën që të vija të përkushtoja çfarë për këta fëmijë. Përveç se qëllimit të bërjes së grupit, mua më pëlqen të emision për fëmijë që nuk kanë mundësi të tipit, ndoshta edhe në qytete më të largëta. Shumë ndjej keq në veten time kur ka fëmijë në për fshatra, në për zona që do ta ndërronin, të kishin një kurs ose një mundësi dhe nuk i kanë. Në kohën tonë, çdo qytet ka pas qendër kulturore, çdo qytet ka pas mundësi që fëmijët të mblidheshin. Tani nuk është se i kanë shumë, pra shumë pak kush ka mundësi, pra kjo është diçka që i ka kufizuar këtë gjë.
Arsyeja ka qenë madhore për në lidhje me pjesën time familjare, por rrugës, se tashmë u bë 7 vite që unë e kam hapur Lisus Dance, ti kupton që nuk mund ta mbyllësh. Pra janë këta që të mbajnë. Aktualisht prindërit e mi nuk jetojnë më, dhe arsyeja që unë vi është se tashmë nuk e mbyll dot për shkak sepse unë kam investuar vite, emocionet e mia dhe këta fëmijë duhet të ecin. Nuk mund t'i lësh tani të thuash të mbaroj. Çfarë do të thotë për ty ky grup? Ky grup për mua do thotë ngjyra, emocione, dashuri, ka një lloj marrëdhënie midis nesh është pa kushte. Thonë aq shumë e dua këtë gjë. Më prek fakti se si më presin, për mua është shumë emocionuese. Jo sa atje ku jam nuk më presin, patjetër, por atje ke të bësh me profesionist. Ftohet atë janë aty për ta bërë atë gjë, sepse do ta bëjnë profesion. Kurse këta e duan. Këta japin një lloj kënaqësie të veçantë në momentin kur ti shkon në skenë. Vitet më përpara kisha vështirësi, duhet i rrija para, duhet i suportoja. Tani janë të rritur aq shumë mjaftueshëm sa që unë në momentin kur kam mbyllur gjithçka, jam shumë e kënaqur që unë nuk jam prezent fare. Jam duke u marrë me gjërat e tjera dhe ata kur dalin në skenë ndjen të sigurt. Dhe mua kjo më jep një lloj kënaqësie të jashtëzakonshme sepse kjo tregon atë që thash, shkallën e rritjes së tyre, që unë pa frikë i lë dhe pa asnjë lloj sikleti. Si ja dini të jeni një mësuese kaq i dashur me fëmijët, sepse kam vënë re që në çdo shfaqje që bën, në çdo performancë, kanë një respekt dhe një dashuri shumë të madhe për ty. A ka ndonjë sekret për këtë? Mosindënia është, domethënë, është psikologji. Unë nuk e di mirë formulën dhe nuk di se si ta ndaj, a ndoshta është pjesë karakteriale e imja, apo ti e mëson rrugës, por është ajo gjëja që ju e keni titull në podcast, është ai fëmia brenda meje që do të shkrihet me këta fëmijët, edhe unë me thonë drejtën kur futem me ta, unë shkrijem me ta. Dhe kjo pjesa mua, domethënë, siç më japin, ju jap, dhe kjo është ndoshta çelësi i suksesit, sepse unë nuk e konsideroj thjesht një punë, por e konsideroj dhe kënaqësi për veten time. Pra, ata më japin dhe unë ju jap. Dhe mendoj që kjo lloj marrëdhënie patjetër që ka një lloj konekti të veçantë. Si ndjeni kur shikoni fëmijët të rriten, të fitojnë besim në veten e tyre? Qëllimi kjo është, edhe në fakt kjo pjesë më prek më shumë edhe më bën shumë krenare. Dhe ju a them, një çështje tjetër është motivimi. Unë e përdor shumë këtë gjë. Edhe pse mundohem që gjatë orës mësimit të mund t'i disiplinoj, sepse në fund të ditës baleti është disiplinë. Nëse ti nuk je korrekt dhe nëse ti nuk ndjek grupin, gjërat nuk ecin. Unë mendoj që bëj të dyja. Këtu i mbledh, këtu i lëshoj dhe i motivoj. Dhe kjo i bën ata që të marrin njerëve besimin, sepse unë mendoj që shfaqjen pas shfaqje ata kanë rritjen e tyre artistike. Ata kanë fjetojnë vetë atë besimin e tyre, është ajo që thash. Tani vjen një pikë që unë nuk mund mos jem fare. Unë mund t'ulem, të jem një spektator shumë i mirë dhe ta shijoj. Dhe tani jam te kjo pika që po, unë mund t'ulem dhe t'i shoh, sepse ata hypin në skenë dhe ata ndihen të sigurt. Keni organizuar festivale dhe aktivitete të shumta brenda dhe jashtë Shqipërisë. Cili ka qenë momenti më emocionues ndër to? Shumë. Fakti që këta përfaqësojnë qytetin në një shtet tjetër më bën të ndihem krenar. Ata vinë dhe vlerësohen aty ku shkojnë dhe kjo më bën të ndihem krenare. Por nuk mund të lë pa përmendur edhe aktivitetet që bëhen brenda qytetit. Unë mendoj që qyteti bëhet i gjallë nëpërmjet artit dhe kulturës. Dhe çdo prind duhet investojë në këtë gjë. Nuk mund të jetë vetëm arti i kërcimit. Çfarë do lloj arti ose aktiviteti sportiv apo çdo lloj gjëje që ka të bëjë me disiplina, unë mendoj që i ndihmon shumë fëmijët. Dhe ku ka më mirë se një qytet, dhe ta them me sinqeritet, qyteti i Lezhës bën aktivitete më shumë se Tirana.
jam 100% e bindur, sepse unë jetoj në Tiranë, kam punuar edhe në institucione të Tiranës dhe e di shumë mirë kalendaret e gjithëve. Ndihem shumë krenare që ne kemi ardhur te kjo pikë që qyteti ka kaq shumë agent të mbushur me aktivitete artistike. Çfarë mendoni se i mungon sot jetës artistike të fëmijëve? Unë nuk mendoj që i mungon. Të them të drejtën, për qytetin Lishës jam shumë e kënaqur. Nuk mendoj që i mungon. Ndoshta siç është shkolla e muzikës, të mund të ishte shkollë baleti profesionale. Kjo që mund të jetë në të ardhmen një, si më thon, siç bëhet violina veglat, të mund të jetë edhe një klasë baleti e mirëfillt. Po tjetër as nuk e mungon. Më duket shumë bukur që kaq shumë fëmijë kanë mundësi të shprehin emocionet e tyre, talentin e tyre, apo pasionin e tyre përmes kërcimit, apo dhe aktiviteteve të tjera artistike në qytetin tonë. Pse është i rëndësishëm arti në jetën e një fëmie? E preka edhe pak më përpara. Arti të bën të ëndrosh. Në fakt, nëse ti nuk ëndron, ti po bën një jetë shumë të vakët. Edhe është pikërisht ajo që fëmijët kanë shumë ëndra. Por kur rriten edhe kur kanë kaluar një moshë dhe nuk i kanë prekur në asnjë aspekt ëndrat e tyre, mendoj që njerëzit që nuk i prekin ngelen të pambushur. Prandaj them që lejeni fëmijët i prekin ëndrat e tyre, i ëndrrojnë, i provojnë, sepse e gjithë jeta e tyre do ndërtoj kujtimet e fëmijërisë dhe do të ndihet i plotësuar në pjesën tjetër të jetës. A mendoni se kërcimi ndihmon në formimin e karakterit të një fëmie? Padyshim. Fakti që janë disiplina, përkushtimi, puna në grup, përgjegjësia që ata marrin, janë të gjitha këto komponentë që e bëjnë karakterin e një fëmie që të mund të konstruktohet, pra të futet në një lloj drejtimi. Përtej kësaj, estetikisht, arti zbut shpirtin dhe formson të çdo njeri ato ngjyrat e bukura. A ka ndonjë fëmijë që ju e ka emocionuar veçanërisht në historinë e tij? Po më pyet për grupin këtu apo në përgjithësi? Në përgjithësi. Po ka raste kam njohur edhe në shkollë që kanë ardhur nga qytete shumë të varfra, kanë qenë shumë të varfër, nuk kanë patur mundësi financiare, sepse themi drejtën baleti është edhe një çik art që këdo kosto, si çdo art tjetër, por po flasim për shkollën e baletit që veshjet janë gjatë shtreta, puante që ata veshin, çdo aksesor është goxha i shtretë, është ajo që thash në fillim, bëhet fjalë për një elitë. Dhe kam parë se si me sakrificat e jashtëzakonshme, pamundësitë e jashtëzakonshme, sot ata janë duke prekur, janë duke kërcyer në teatrët më të famshme të Europës dhe të botës. Kjo më bën të ndihem shumë krenare, sepse kam parë se si me shumë sakrifica, me shumë përkushtim, ata janë bërë dikush dhe sot respektohen dhe ngrenë emrin ton në vendet e botës, emrin ton si shqiptar. Si e kuptoni që një fëmijë ka me të vërtetë një talent të veçantë? E para është elementi fizik. E dyta është përkushtimi që ka, dëshira që ka, puna që bën. Edhe e treta është disiplina. Këto tre komponentët e bëjnë që ky fëmia ta nxjerrë në pa. Tash aty te kursi ka edhe fëmijë që vinë që i sjell mami. Ka edhe fëmijë që vinë me dëshirë vetë. Por ka edhe fëmijë që unë i lë orën të hapur, edhe ju them 3-4 seanca fëmia duhet ta provojë, sidomos të vegjëlit, ju a them prindërve. Saqë prindërit po pse? Sepse unë dua të shikoj nëse përshtatet apo jo. Dhe unë e kam plan këtë lloj gjëje, e kam plan punës time, që të rinjt unë i lë 3-4 seanca të shohin, të shikojnë nëse komportohen dhe pastaj janë të lirë dhe të iken. Për shkak sepse duke qenë disiplinë, ata kuptojnë që nuk kanë ardhur këtu thjesht për të luajtur apo për të kaluar një kohë, por futen në një lloj programi që ata do t'i bëj o të rinë persistent, ose ta lënë. Dhe në fund të ditës është si çdo gjë. Në qoftë se ne nuk i edukojmë fëmijët
që ta marrë një gjë nga A-ja dhe ta çojnë te Z-ja, s'ka kuptim. Nga ato që më ke treguar deri tani, nuk të shoh se vetëm një mësues e kërcim, por edhe si një frymëzim apo një shtys që fëmijët të ndjekin pasionin e tyre. Zushudi, ti përveç se mësuesi je edhe nënë e një vajze, gjithashtu e talentuar në muzikë. A mund të na tregosh diçka për të? Po patjetër. ë Jeta ime, patjetër që përveç se pjesës së baletit, unë kam pas fatin të kem bashkëshort një artist, gjithashtu një këngëtar, dhe padyshim që edhe vajza jonë do kishte talentin e teatrit. Gende Malia është bashkëshorti im, i cili tashmë nuk jeton, por si një artist dhe një këngëtar i grupit Djembedekit, aso kohë që këndonte me grupin, ka lënë edhe ai veprën e vet, gjurmët e veta në artin shqiptar. Ne jemi edukuar të dy që ti bëjmë gjërat për të lënë diçka. Në fund të ditës qëllimi i jonë në këtë tokë është mos të jemi thjesht kalimtar, por të lëmë një gjurmë, të lëmë një punë tonë, një veprën tonë. Kjo përsa i përket artistave, se artistat lënë për te lodhes fizike, arti lë zemrën, lëm emocionet tona aty. Pra, duke ju dhënë të tjerëve në lëm pjesë nga vetja. Prandaj është kaq i bukur. Është një profesion që derdh pa kusht dhe pa menduar se çfarë do marrim mbrapsht. Unë ndoshta s'do e marr asgjë. Ashtu siç Genti jetoi dhe iku, por vepra e tij ka ngelur dhe njerëzit e duan, artin që ka bërë edhe muzikën që ka bërë, tekstet që ka shkruar. Prandaj arti është shumë i bukur në gjithë dimensionin e vet. Çfarë mendoni se mund të mësojnë të rinjt nga dashuria e bashkëshortit tuaj për muzikën, që la dhe shenjat që la në artin shqiptar? Nuk dua ta krahasoj me atë që po jeton tani arti në Shqipëri dhe në botë, por mendoj që ai dhe unë kemi jetuar në një kohë të artë. Por edhe 20 vjet para nesh, prap ishte një periudhë që arti ishte i mrekullueshëm. Ka ato gjërat e mia që shikoj tani që arti ka dalë jashtë, ndoshta edhe për shihet e mia, por nuk po shikoj që po bëhen qoftë albume të mira, balete të reja, sepse arti evolon, patjetër që kanë ecur, por nuk janë ashtu siç ishin në periudhën kur kemi jetuar ne. Nuk është vetëm muzikë, është në gjithçka. Por ajo që unë dua të them është Gendi ka jetuar një kohë shumë të mirë. Ne si Shqipëri dolëm nga tranzicioni, ishte periudha kur arti ishte izoluar nga komunizmi dhe të eksploroje ishte diçka duhet kishte shumë kurajo, gjë që ai e kishte si natyrë. Dhe përveç se të eksploroja ai edhe i kishte qëllime të qarta, ide të qarta se çfarë do të bënte me artin e vet. Dhe prandaj doli. Ndoshta tani për brezin tani ose siç është brezi e Deas, ajo nuk është se s'ka talent. Por ajo e din që tregu tashmë është ndryshe. Nuk është si në periudhën e babait vet. Tani është një treg është i frikshëm për të tëra format. Domethënë, duhet bësh ca kompromise për të hyrë te ky lloj tregu. Kështu që ajo është në një periudhë ajo të vetën që ta filloj, ta rifilloj, ta startoj apo për shkak sepse janë rregulla loje të tjera tashmë. Për sa i përket marrëdhënies tuaj me vajzën, kush ti i jep më shumë këshilla, i jep ti asaj apo ajo ty? Tani po, është rritur mjaftueshëm që unë marr këshilla nga idea. Ajo ka studiuar jashtë, ka marrë gazetari psikologji në një kolegj amerikan. Patjetër që tashmë ajo ka një qasje tjetër, nëse unë kam një këndvështrim timin, ajo më hap një dritare tjetër, më thotë prit shikoj edhe kështu. Dhe kjo më bën që të kem kënaqësinë për të marrë dhe një qasje tjetër, por edhe këshilla tashmë nga vajza ime. Cila është forca jote, Zishudi? Unë mendoj që forca më të madhe më jep Zoti. Të them të vërtetën, kur ne kuptojmë që sa i mrekullueshëm është ai për mënyrën se si e ka krijuar njeriu me gjithë to komponentët, me gjithë to ngjyrat dhe mënyrën se e ka vendosur artin te njeriu, mua më lë pa fjalë. Kështu që unë forcën e marr tek ai dhe
veproj nëpërmjet dashurisë së tij. Kur nuk je në prova apo aktivitete, si të pëlqen ta kalosh kohën? Oh, sa po e bëra një bisedë para se të vija këtu, më pëlqen shumë të udhtoj. Nëse do shpenzoj diçka për veten time, janë biletat e avionit, sepse më pëlqen shumë historia dhe dua patjetër kam udhëtuar shumë dhe ka edhe vende të tjera që si kam parë. Pra, më pëlqen të eksploroj të njoh kultura dhe të shikoj jetë të tjera me kultura të tjera. Sa rëndësishme është të ndjekësh pasionin tënd edhe nëse rruga nuk është e lehtë? Ta thash, kisha një pasion tjetër kur isha fëmijë, më doli komplet një qasje tjetër, por unë mendoj që çdo njeri rrugës kupton dhe nëse do ta lejosh veten të eksplorosh në atë rrugën që je, kushdo e gjen veten shumë mirë. Për çfarë do lloj fushë, nuk po flas vetëm për fushën e artit. Për mua, qëllimi i çdo personi duhet të jetë që nëse unë dua ta bëj këtë gjë, dua ta bëj mirë. Dhe nëse ne investohemi për ta bërë mirë, si ajo milingona e sigurt, pak nga pak, atje në fund patjetër që e merr shpërblimin. Po në momente të vështira, çfarë roli ka arti? Ka shkurajim pafund, ti del nga orë provash lodhje, nuk po flas vetëm për Lisus Dance Academy, por po flas edhe për balerin profesionist që ne punojmë. Ka gjëra që ti punon fort dhe nuk të del ashtu siç duhet, pra gjithë lodhja nuk të kthehet mbrapsh, por këtë ka të bukur arti. Në momentin kur ti shkurajohesh nga një gjë, direkt të nesërmen ti s'ke komoditetin të rrish, sepse është eventi i radhës dhe ti do e lësh mbrapa atë që ka ndodhur dhe do ngrihesh për të ristartur një gjë të re. Pra, ky ndryshimi na bën neve që të ngrihemi. Nëse kërcimi do të kishte një ngjyrë, cila do të ishte ajo? Nuk ka një ngjyrë, s'ka si të ketë një ngjyrë. Për shkak sepse fakti që kërcimi ka komponentën e fizikut, muzikës, karakterit, emocionit, pra siç e shef janë disa gjëra që e bëjnë kërcimin, do thotë që secila nga komponentët është një ngjyrë. Pra, një ngjyrë e karakterit nuk është e ngjashme me ngjyrën e karakterit të një fëmije tjetër. Fiziku i një fëmije nuk është fiziku i një fëmije tjetër. Muzika që unë pëlqej nuk mund të pëlqejet nga një fëmijë tjetër. Pra janë gjithë ato komponentë që e bëjnë kaq të ndryshëm qasin që unë kam për kërcimin edhe qasin që ka dikush tjetër. Prandaj u them që kërcimi ka ngjyra pafund më shumë se ngjyra, ka dhe bashkim ngjyrash. Kështu që prandaj është kaq i bukur. Njeriu është i lirë, edhe nëse keni parë studimet e fundit që mua më bëjnë të ndihem mirë, është që kjo gjenerat vuan shumë nga stresi, depresioni, ankthi. Dhe një nga ilaçet pa pagesë është kërcimi. Dhe ata e rekomandojnë pafund. Kërceni, 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 po nuk është vetëm ta bësh në një kurs, mund ta bësh në shtëpi. Mund të vësh kufjet dhe të çlirohesh dhe të kërcesh në shtëpi në dhomën tënde. Është kaq e rëndësishme që trupi të mos mbajë ngarkesat emocionale, sepse ato mbysin zemrën, emocionet, por edhe fizikun. Është shumë e rëndësishme tashmë që të gjithë duhet ta kuptojnë çfarë do lloj moshe. Duhet thjesht të lëviz, të kërcej, të ndjej muzikën, të jep një dimension tjetër, por edhe të çliron, të heq gjithë energji negative, shkarkon dhe pastaj ristart. Këtë ka të bukur. Po nëse jeta juaj do të ishte një koreografi, si do ta përshkruanit? Si një koreografi, do ta përshkruaja të gjithë ciklin e jetës së njeriut. Do doja të ishte koreografi për lindjen e njeriut, gjë që është kaq e mrekullueshme në mënyrën se Zoti e ka bërë. Do doja të kishte koreografi për fëmijërinë, është kaq e mrekullueshme për treguar se si e kam jetuar fëmijërinë time. Do të ishte e mrekullueshme të tregoja për rinin time, për kohën time të dashurisë, për vitet e mia të para të martesës. Do doja të kishte koreografi për emocionet që unë kam përjetuar kur jam bërë nën,
Dhe për gjithë rrugtimin tim, edhe patjetër që do doja të kisha një koreografi edhe për pjesën e plakjes. Është kaq e mrekullueshme, sepse jo gjithkush plaket. Kështu që nëse do doja të kisha përjetuar këtë gjë, do ta ndërtoja aq bukur, faktin e një tani më futem në një dimension tjetër, këtë ka pjesë e koreografi, sepse koreografi është dhe regjisor. Dhe ti tani më çon mua për të menduar që koreografia për një person që është duke u plakur, mendoj që shkon në ca dimensione që tregon gjithë rrugtimin e jetës vet, edhe përgatiten për të lënë këtë botë dhe për të shkuar përtej. Kështu që mendoj që ka kaq shumë tema arti i koreografisë për faktin që ti shprehesh dhe padyshim që është i pa imagjinueshëm në mënyrën se si depërton në mendjen e njeriu. Cili është një vend ku ju ndjeni më kreative, ku ju jep një qetësi tjetër për të krijuar? Në breg të detit. Nga që jemi rritur këtu, jemi aq afër detit, ajo më jep një lloj qetësie dhe më ristart në shumë dimensione. Nëse do të mund të realizonit një projekt artistik pas një kufizim, çfarë do të krijonet? Do të krijoja do doja të ishte një koreografi ku të përfshinte jo vetëm fëmijët. Unë do doja të përfshija shumë të rinjt, edhe gjitha moshat, por mundësisht të rinjt, sepse jo është ky brezi që duket sikur janë dembelosur, janë mbas rrjeteve socialeve, teknologjisë dhe i shikoj si të mpakur. Përveç se të rinjve do doja edhe moshën e dytë e të tretë, më pëlqen, të gjithë. Për të mos humbur atë fëmin. Pra nëse ti i mbledh dhe kërcejnë gjitha moshat, aty në kërcim ti kupton që janë të gjithë fëmijë. A ka diçka që ju bën ende të emocionoheni para një shfaqje? Nuk mendoj që ka shfaqje që nuk emocionohesh para. Absolutisht në momentin kur ti bësh gati dhe si pari hapet, ti je gjithkohës në një emocion, si do nuk mendoj që ka shfaqje që nuk e ka këtë gjë. Nëse do të jepni një këshill vetes kur ishit 15 vjeç, cila do të ishte ajo? Nuk e di specifikisht 15, sepse unë kam pas mundësi që ta jetoj jetën kështu. Nëse do të kthehesha prap të njëjtën gjë do bëja. Prandaj nuk kam një këshill specifike, për shkak sepse jo të gjithë e kanë mundësinë të shijojnë jetën në këtë formë, po unë pas kam qenë e bekuar që e kam jetuar kështu. Tani janë ndoshta një rubrikë pak më ndryshe se të tjerat, por do jenë 10 pyetje për të cilës duhet i përshkruash ndoshta me një fjalë. Okej. Fëmijëria jote në Lezhë. E mahnitshme, Tirana e baletit. e lodhshme, Baleti. shumë i bukur, Skena. e jashtëzakonshme. Lezhë sot. E pastër, Lezhë e dikurshme. me shumë emocione. Vajza jote. Bebia syrit tim. Muzika rock. E gjithë adoleshencia ime. Fëmijët e baletit. Dashuria ime. Dhe ëndra jote. Ëndra ime, të më jap Zoti fuqi për ta bërë këtë gjë sa më gjatë. Çfarë mesazh do të jepni fëmijëve që ëndërrojnë të bëhen artist? Nuk mendoj që do t'i pres një fushë me lule, por do doja që ata ta provonin, sepse bota sot eksploron edhe në 50 vjeç ndrojmë profesion. Ne kemi ca qasje që ne fëmijët i fusin në një kuadrat, ti do bëhesh kështu se thot mami, ti do bëhesh kështu se thot babi. Unë do t'i këshilloja, provoje. Ke kohë mjaftueshëm ta lësh dhe të bësh diçka tjetër. Sot jetojmë në një dimension tjetër, për shkak sepse ti informacionet i merr dhe ti çdo gjë e mund ta ristartësh, në kohën tonë zgjidhje dhe ti do e bëje të jetën. Kurse ju jeni një brez që mund ta lini dhe mund ta bëni fare mirë, të ndryshoni profesionin. Unë do t'i këshilloja gjithë fëmijëve atë që kanë ëndër ta realizojnë, ta provojnë, nëse e gjejnë veten mirë, nëse se gjejnë veten kanë mundësi të lëvizin.
por nuk do doja që kur të plaken, të thonë dikur kam patur këtë ëndër, por unë nuk e bëra kurrë. Pse nuk duhet të heqim kurrë dorë nga ëndrat tona? Çfarë do lloj moshi që të kemi? Çfarë do lloj ëndre që tjetër janë? Sepse të gjithë ciklet janë të mrekullueshme, të gjithë ciklet e jetës tona. Por unë besoj që kur vjen kjo mosha siç jam unë, tani 50 plus, të gjithë 50 vjeçarët plus, vënë te lista gjëra që s'kanë bërë. Prandaj them që duhet të realizojnë ëndrat. Tani unë jam në një fazë që përtej punës dhe kënaqësisë që më ka dhënë profesioni, unë shikoj gjëra që nuk i kam bërë. Edhe mundohem të realizoj, edhe hobet që s'kam pasur kohë t'i bëj, i shikoj tani të ribëj. Çfarë jep shpresë kur shihni brezin e ri? Më pëlqen se janë shumë të informuar, por ajo që kam vënë re, do ta ndaj këtë pjesë me ju, është më pëlqen që ju i merrni gjëra shumë lehtë. Ne kemi qenë shumë analizues, domethënë kishim diçka dhe do ta analizonim, do emocionoheshim shumë ose do t'i jepnin shumë konotacion të vështirë. Ju i merrni gjërat lehtë. Dhe po më pëlqen dhe mua. Kjo ishte biseda jonë për sot dhe shpresoj që të ketë pëlqyer pa aq sa edhe mua. Besoj se shumë fëmijë që po na ndjekin do të frymëzohen nga fjalët tuaja. Shumë faleminderit për këtë bisedë kaq të bukur dhe frymëzuese. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ishte ime. Faleminderit edhe ju që na ndoqët deri në fund. Unë jam Ase dhe ky ishte Flasim si fëmijë për sot, vendi ku bëjmë pyetje, dëgjojmë histori dhe frymëzojmë nga njerëz të jashtëzakonshëm. Shihemi në episodin tjetër.